Partitë janë kështjellat demokracisë dhe janë asete kombëtare. Por nëse ti e bën partinë e njëson me njeriu, çfarë pam në spot aty vetëm me Edin dhe PS-n 2030. Fakte kemi parë në çdo spot kandidatin, me Edin dhe jo me Partinë Socialiste praktikisht. Dakor. Por domethënë fjala s'bën kurrë mor, por larg qoftë ndodh diçka Edi, domethënë ngeli Shqipëria pa shkuar në BE. Antarësohet Shqipëria në BE apo antarësohet Partia Socialiste? Domethënë pyetje themelore. Dhe çfarë ndodh Shqipërisë dhe shqiptarëve pa Edin në këtë rast dhe çfarë bëhet me fatin e PS-s? Do të kundërshtoj pak me forcë zonën Kodheli. Domethënë po ti referohemi historisë, ka qenë Partia Socialiste në anë e gabuar të historisë saj përket BE-s. Në të 3 dekadat. Në 95-ën kur Shqipëria do të bëhej antare në Asamblenë antare Këshillit të Evropës, ka qenë amik Dokli që thoshte mollot se janë pjekur. Në 2006-ën kur Shqipëria do të merrte asocim stabilizimin, kanë qenë bilbilat e deputetëve të PS-s në kuvend. Që penguan më sanë. Nuk e penguan, se ajo kaloi, por treguan një qëllim, treguan një zotim tjetër. Në 2008-ën kanë qenë leadershipi i PS-s që thoshte që NATO është baraz me NATO, ç'është kjo NATO, ne duam investime të tjera. Në 2012-ën, kur komisioneri Sanino vinte në Tiranë dhe lutej dhe thoshte që kapeni këtë moment sepse komisioni tjetër që do na vijë riu nuk do të ketë më zgjerim. Partia Socialiste dhe Edi Rama bën problem të gjeopolitikës botërore kryetarin e Këshillit të Qarkut Fierit për 3 vota. Domethënë kur vjen puna në historinë e BE-s, mos na bëjmë propagandë, mos na thonë që Partia Socialiste ka qenë gjithmonë me BE-n.